Zotri. Unë quhem Beqir Çavush. Knajsi. Sa vjeç je? 58 e bëjnë korrekt. Mashallah. Ne zotri hallet tona nuk kanë të mbaru. Ti rendisim. 1001 halle. Ti rendisim ato më kryesore. Ti marrim se ndoshta nuk është vendi se dikush më thot kaloj nga muhabeti. Po? Unë si familje ndihemi përsekutu. Me letër jam familje dëshmorit. Jo një, po dy. Dy vëllezër të Mehdi, një ka qenë partizan brigadë 22, ka ngel Tuz, dhe është pak dëshmore këti atje këtë. Po? Parë dëshmore, Kasem Hussein Çavushi. Po? Ndërsa tjetrin, i dolin këtu një grup fshatar autovollonës Po? gjermane, nga një gjerman, aty nuk e di se di. Edhe u hakmorën gjermanët. I mlodhën dhe i dojgjën gjallë. Tashti, shteti shqiptar. Ky është nën Hajde pra hajde. Kone dhe komunizmit, vishin ato për 5 maj, në dukshin i na pusin, do që jatë mershe vedhe se në dhim të trupit u na pus. Qofti paharot është asi gjam. Hajdu këthe demokracia. Lumë shqyqyr që hedhe demokracia. Prap fillon. Një pjesë pronës time, këto në flasë për vedhe se dy Po, po, se cili ka po, hajde. po, mbaj pak. Na e mori ligji 7500. Ka 30 vite do ta kompensoj. Sa ke marrë ti kemi marrë ne. Pjesën tjetër në kanë marrë tani një 2-3 me 2 lymë tjera. 4 2 lymë që ishin vetëm me tapi nuk na i njoftën fare. Po kush i merr këto? Se di tani. Ai thotë u Bashkia kemi e ka marrë, sjell bashkia. me post. Sjell postierin thashë se unë firmos për marrë diçka nga posta. Bashkia e ka marrë. Nëse, po nuk pyesin do të vinë ta marrin. Pra ta morën atë kohë, ta morën në këtë Po, kohë, ti po patron. 17 2 lymë ka hik me 7500 mishin. A kompensu ka 30 vjet. Ja 15 tjera i kanë marrë tash, nuk e di çfarë quhet ajo firma. Një Teda, një firmë izraelite. Edhe thot 4000 lekë metrin. Më ka barazu me kokë shaqime dhe 4 orto. 4000 lekë dhe si ka marrë. Jam i kam humbë shtetin në gjyq, se tani vion ty të marr diçka ke shtëpia, hiq gjyq po deshe Se ky investitor strategjik ka dalë këtu ke ju? To kanë lidhje me bashkinë. To ka qenë dhe Rion Valia, bile deshet i dal përpara aty, Aha. nuk më lan polic. Po se vini me Nese, shumë i policë. bjem shkurt. Dhe nuk kemi marrë asnjë lek. Unë me tokë aty, po rris 5 fëmijë. Jam baba 5 fëmijë. 4 goca dhe çon. Ti ke 4 shpëriat. vajzat e mia të shkencat sociale, nga 400.000 lekë ka qenë tarifa. Shteti shqiptar mu mi merr taksa makine, taksa motori. Makinë tash e kam blerë se me cop motor i qohusha ato fëmijë jam 5 km nga kombinati i larg. Ngrihem kam 25 vjet që ngrihem 3 gjys mjesit. Për ditë, për ballu jetesën aty është mirë. Vetëm time dhe grunë kemi harruar. Hiku kjo pjesë. Lekët si ka marrë. Unë do t'i ushqej fëmit. Ka 2 vjet që është marrë prona, ku do t'i ushqej unë baktin që 30 fëmit? A e menon shteti këte? Unë një muj ta lej energjinë elektrike pa paguajt, shteti vjen pret dritat. Ato dritat e famshme që janë, Po. ato s'janë tamam. 2 vjet i lash pa paguajt. Energjinë elektrike kam paguajt rreth 1 milion lekë, kam paguajt vetëm çka quhet ajo? Ka marrë vonesë. Ka matë vonesë. Po për pronën time, jo lekë që s'po mjep mu shteti ka matë vonesë. Për këtë lufturën edhe 2 xhaxhallarët e mi, 2 vëllezër e babstin, që të vishë më marrë pronën si do qefi ty. A na kanë listë ky shtet neve? Çdo të thotë që t'jap jetë për këtë vatan. Ai ka dhënë jetën edhe për këtë vatanin e vet. Edhe vjen më merr të më kam tok babë, jo tok ligji. Më kanë lut nysberisht, më marr bash 7500, nuk kemi marrë fare. Se nuk e dua pronën time. Po edhe këtë të më marrin, hiku kjo. Energjinë elektrike, kësaj pjesës teja kanë rregullu pak. Kanë qysh para zgjedhjeve të vitit të herës tjetër. Po, Vunë ca shtylla aty, 23-shit. sollën kabllën 20 e morën prapë, e lanë. Tani na kanë vunë ca shtylla. Se kjo zona këtej nuk e ka atë krahu këtej. fare, ë? Nuk ka ardha i kablori energjia me Tani ka kabel. shtylla, kanë bojë kabinë, nuk e di a do na sjellin. Se ne jemi mësuar me rrena. Ju jeni akoma me atë 6 kV që bie. Po e kemi linjat e Kosën Verhoxhës në përpyll. Sa herë janë këtu telat, ja ku është edhe i zotëria. Elektrifikimi. Po, na i kanë vjedhë telat. Plus që na ka ardhur energjia, na ka djeg frigorifera, lavatriçe, pompa. Kush na i Vjen pagun? tensioni ulët. O bashkohen si fazë dhe vjen tensioni i lartë. Na i djegin. Ah, ndodhe Pa kundër isjet. ta. Kush na i pagun e këto? Ne nuk po i kërkojmë shtetit na japi limosh. Ne kërkojmë ta japite që na takon. Plus ta rruga. Te pat vet. Po të vini të shikoni prapë ke krahuin ku kalojmë. Na kanë bëj kodër dheu, kjo firma parë që Po, është pezullu punime tani. po. Aty sa herë bjeshi, më bëhet 1 metër ullë. Kush e di sa herë kam heq pucët, kam përveç patallonat deri këtu, të qu kalemaj të shkollë. Si kisha 5 fëmijë për të qu në shkollë, nuk shkote do të fëmijë në përshirë, në përftoftë.
Vetë. Ti bëje vajtje ardhi. Ti vajtje ardhi me fëmijë. Vajtje ardhi, thash. Kam 25 vjet. U vuj për të jetu për vete, po të paktën shteti na i rregulloi sa gjë. Ato takset e makinës unë paguaj. Siguracioni nga 160 që ka qenë fiks, ishte vajt 216. I paguajt. Se i dit me dalë aty pa paguajt ato, trak policia, gjop. Tani si bot halli jon. A na kanë listë ky shtet neve apo s'na kanë listë? Kush do na zgjedh neve këto? Këto dalin dhe thotë vi diaspora, thotë këtu të punoj këtu. Ku të vi goca ime më? Që ka hik në Angli, ku të punoj këtu ajo? Apo tjetër që ka hik në Itali, se fëmijët për këtyre probleme po na hikin jashtë. Se ti jetë mirë këtu nuk hik njëri. Nuk ka pse shkohet unë, lepi pastroj banjet e botës atje. Ku të vi fëmija im këtu? Nga diaspora që thonë, si Saliu, si Edi Rama. Se unë jam as me një. Unë ja ku e kam të majtë e ja djathë. Këto më kanë majtë deri më sot. As kam diti servilosin kujt, as kam për t'ju servilos kujt. Deri më sot nuk kam dalë në herë. As protesta, se nuk kam pas dhe kohë. Unë edhe këte kohë që po harxoj këtu, më kushton shumë e t'i shtëpia. E kuptoj. Të kërkojmë ndjes. Jo, Po thjesht për t'i thënë, ti je gazetar, unë të falenderoj që ke ardhur që të ngjosh problemet tona në përcjellës këtyre zotërive. Ato dalin zihen atje, hajde njoni kërkova deri tani kanë filluar telefonatat. O beqo, do t'ja japim këtij, ose do t'ja jap pasionit. Ne, unë, për mendimin tim, nuk di që mendim kanë, do t'i bojkotojmë zgjedhjen. Ato na që bën. Se ndoshta se vrasim ne. Ke gabimet ti pas votove. O nuk do të votoj. Kam votuar edhe për Saliun, edhe për të majtën e për djathën. Asnjëri nuk ka pasur ai prandaj ka është i zgënjur populli prandaj ka. Unë jam i zgënjur për vete. Unë thash. Mi më jam dakord. Unë me dokumente e familje dëshmori, çdo njeri e di vetat të vetën. Unë ndihemi persekutuar. Ti themi ca gjërat që janë realisht, domethënë. Kjo është situata tek ne. E shumë tjera që s'po më kujtohen. Faleminderit. Unë ju falenderoj juve që Ujin e pishëm ju ka ardhur? Ça ujë pishëm ku ma kujtohet. Mora tap një pus. Aha. Herët e policia bashkiake. Ça botha ku e ke lejen? Ça leje më thash një brim po hap tok këtu për të ujë, po ujë për të pi. Ça më të botësh? Tok babe kam. Tok ligji tok babe. Ça leje do ti? Me të vujgjov. Vin merr mi pus të ne, apo mi havlli, mi diçka që bëjmë aty. Plus që një gradarçela e pallate ne e nuk u thot gjë njëri. Doli të protestu për pronat që na marrën atje, sepse unë 2 lekë sot, edhe jo marr çmim qesharak, 4000 lekë. Çajin 4000 lekë vjetra, 400 lekë. Çmimi i referencës së tokës 94-s është ai 4000 lekë. Po sa jemi sot? Ç'a viti? 94 2025. Se nuk e agjornojnë çmimin e pronës. Po e kanë lënë. Kisha blerë uja dhe 2 vjet. I thonë 29 vjet më burrë. Sa kanë lëviz çmimet? Çmimet lëvizin me muj këtu tani. Si do jetojmë ne? A mendojnë këto zotëri për ne? Sa është çmimi i tokës real këtu? Nuk e di, ai thot 4000 lekë. Jo, reali, po ta shisje. Sa 70? Jo, më jo. 100 euro çka. Se ka 100 euro. Kjo gjejemi këtu 100 euro çka. Kjo është situata. Okej. Nuk kujtohen gjithë se ka dhe probleme tjera, por nuk kujtohen gjithë. Shumë faleminderit. Urojmë më të mirë. Ta kalojmë ke zonja? Si quhen zonja? Unë quhem Klotilda Stafaj. Problemi jonë është rruga. Ujtë pishëm nuk kemi. S'keni fare? Kopshe, qerë dhe për fëmijë nuk kemi. Po shkollë bën këtu? Shkollën e kemi largë. Ku? Qa thënë? Nga ndej që jemi ne vim kombinat. Në kombinat? Pa. Disa kilometra largë. A vjen ju a merr njëri ke shtëpia fëmijë? Po s'patëm jetë e vetë, as fugonat nuk vinë. Nuk vinë, se Se shumë ka largë. detyrim shteti që... është largë plus që është rruga cop-cop. Dimrit këtu bëhet skandal. Jemi si në Rruga është mesjet. kjo, apo është ajo tjetra? Ajo tjetra ndej. Ajo tjetra? Mbushet lana, mbushet liqen atje. Ne të shkojmë ta filmojmë atë se se kemi filmuar akoma. Atje ne afër shtëpisë ne shpenzojmë vetë që shtrojmë rrugën. 25 vjet që jam nuse këtu dhe fëmit i merja me rroba të tjera dhe i ndroja këtu në asfalt që i çoja në kopshën çerdha. Po ç'a thon bashki? A keni troket? Bashkia nuk na njifte. Si nuk e njeh? Si banor të kujt lagje ishim ne. Ne shkuam, bëm kërkesë, dham kartat e identitetit, firmosëm. Kush ju prit dhe bashki? kryetari. Vetë kryetari? Vetë kryetari. Dhe nuk na njifte. Nuk e di nga kush zonë jeni. Po hajde pra njërë në shofësh. Tani në letër kemi çuke bashkia madhe. Ne kërkojmë ujtin e kemi, sepse ne po shpenzojmë vetë, po hapim pusa dhe ujti nuk na deli pishëm. Unë kam hap 4 puse nga 2 milion, janë lekë të çuara dëm.
4 puse. 4 puse kam hapë dhe ujë s'kemi verë, s'kemi pa ujë. Sa me bëj i dhomë. Nuk del më. Nuk na del. Nuk na del. Sepse kanë hapur landfill çfarë është ajo impjant i ujrave Po. dhe komplet uji ka hikur. Po ti nuk e ardhur ande ta filmosh, po ne jemi skandal. Ne Janë jemi ato puse që skandal. ka hap bashkia? Po. Që i ka lënë mbyllur, janë edhe si Po, gjumë të ja, është puseve. edhe një këtu, po. E kuptoj. Ne jemi shumë keq. Qa do bëni tani në vijem? Nuk kemi çfarë bëjmë tjetër. Te kryeministri keni shku ndonjëherë? Ja. Ose një kërkesë, ose Një kërkesë e kemi bërë, po asnjë përgjigje. I keni shkruar dhe s'ka si përgjigje? Jo, përgjigje jo. Edhe jeni në Tiranë, nuk jemi në... 2 kilometra larg Tiranës. Shumë e dhimbshme. Të shkosh në përfshatrat më të thella të Tiranës e ke autostradën deri nder. Kurse ne jemi shumë të harruar këtu, te kjo rrugë. Jemi skandal. Kryetari i bashkisë, ka shkel ndonjëherë në këtë tokë, në këtë... Ka shkel? Kur janë votimet, po, vinë. Ka shkel, jo, e dini, e keni parë që ka shkel. Kush, Erion Veliaj? Jo, thot për... Jo, po flas për Erion Velin, për të madhin. Jo. Po edhe Verlia ka ardhur. Ka ardhur se ka shkuar atje. Të shkosh atje kanë bërë autostradë. Të shkosh shofësh rrugën tonë, është skandal. Ne rrim pa rrugë pa drita. Sa me vjen tokat, se s'ka ardhur për ne. Vetëm Shqipëri bën vaki. Ujet e pishme. Se si mund t'jetë depo ujit më të kodër, se këtu mos ketë ujë, se uji del në rrugë është e pa... Me kanë fut dhe në konflikt me banorët, se menduan banorët gjithë se kjo vazhdo lije shkon deri në kombinat. Miku im, 4 vjet i provum çfarë dinin të bënin këta. Një javë kohë kemi. O të ndaj menin ndrojmë, ose këta më mirë se kaq s'kan për të bëvë, edhe 4 vjet tjerë. Jo, jo, këtë unë kam më së sigur, se këta ku s'bën për 4 vjet, këto ku s'vin të bëjnë punën e vet, që ka 5000 vet atje në Ujësjellë, s'do s'kan punëtor.